Ky është programi i gjatë, Jona. Është i gjatë dhe nuk i refuzon dot historitë, sepse një histori të lë pa fjalë dhe ti thua, "Ok, do mbaj 3 histori." Pastaj është historia tjetër e prindit. Kemi historinë e djalit që të përmenda. Kemi historinë e një gruaje e cila se kemi dhe anën se ishin shumë burra që po kalon xhelozi vetë dhe po punon me vete, që patjetër duhet. E ndërkohë të vjen dhe një histori e tmerrshme që ka kaluar në ekstrem, që vjen nga pseudonimi Andja. Andja filloi historinë si në rastin e parë, të historisë së parë, një histori dashuri gjimnazi. Filloi bukur. Andja kur ishin shenjat e para të partnerit që filloi të tregonte shenja xhelozie të smur? Shenjat e para ti filluan kur, domethënë jo shumë më larg se, mund të them 3-4 muaj, maksimumi më po i fus 6. Domethënë pasi filloi ato, unë i quaj tani në të kohë periudhë pasigurien vete. Domethënë çdo gjë ishte Sa vjeç ishit ju? Një fillim. Unë kam qenë 18 vjeçe. Si e manifestonte xhelozia? Në fillim ishin të lehta, duke thënë, domethënë nga ato që ne i quajmë xhelozi normale, që janë okay, mos shko këtu, mos bëj këtë, dhe thua okay, kujdeset për mua dhe prandaj më do mua dhe prandaj ndodh kjo gjë. Por më vonë filluan të bëheshin, domethënë tmerrsisht vështira, saqë filloi deri te dhuna dhe ndalimi i shkollës, nuk kisha drejt të haja buk kur unë doja. Si nuk kishe drejt të haja Buk, shkollë. Të ndaloj të shkoj në shkollë? Po, më ka ndaluar të shkoj në shkollë. Ishe fejuar atëre? Jo, nuk kemi qenë as të fejuar as një gjë. Thjesht kemi qenë të dashur. Po prindrit si reaguan? Prindrit normale që nuk reaguan mirë, po unë nuk o dhash atë aksesin. Domethënë nuk ju tregoja se çfarë po ndodh me mua, se pse nuk po shkoj në shkollë. Thjesht po bëja refuzimin që nuk dua. Po si të ndaloj të haja buk? Nuk e di arsyen dhe unë, domethënë dhe sot që jam pas kaq vitesh, nuk e di arsyen, po që nuk kisha të drejtë të brisja 3 në shtëpinë tonë time, domethënë nuk më lejoj të haja unë kur dua, sepse do të isha gjithmonë gati kur ai të më merrte në celular, do të isha gjithmonë te dhoma ime, sepse nuk i pëlqente të kisha kontaktin me njerëz të tjerë dhe me familjarët e mi. Në këtë rast mama ime. Ai të thoshte ty që duhet ta hapësh telefonin me zilin e parë? Patjetër. Ajo ishte rregulli numër 1, nëse nuk ndodhte ajo gjë, atëherë çdo gjë krijoi një tmerr i madh për mua. Domethënë, që nga dhuna psiqike, që nga dhuna fizike, çdo gjë. Çdo gjë. Dhe ka bërë dhe një skenë në shkollë. Më thuaj ç'a ndodhi në shkollë? Okej. Ishte në orë të mësimit. Dhe më mori në celular, nuk u përgjigja, normale, sepse në shkollë nuk na lejoj që të përdornim celularin, të flisnim ose në gjë, dhe nuk u përgjigja. Dola jashtë, thash që jam në orë të mësimit dhe u futa brenda përsëri. Por nuk më besoi, kishte ato gjërat e veta, dhe u fut brenda duke u lëritur, duke thirrur emrin tim. Dhe nga frika e dia më se që do më priste, sepse vërse kishte filluar dhuna, gjërat, e dia se që po më pret, dhe i ka u fsheja në tualet. Në tualet, por i aty erdhi, kontrolloj një herë, nuk më gjeti, domethënë pas erdhi prapë, pa që jam unë aty, hapi derën dhe mra me grush me shkel në fytyrë dhe më theu hundën. Ai nuk ishte në shkollë, ai u futa në shkollë, nuk ishte. Jo, ai ka qenë më i madh se unë, domethënë kemi pasur diferencë vitesh, kështu që nuk kishte të bënte fare me shkollën. Nuk kishte të bënte fare. Në fund të gjuajti me shkelm. Me shkelm, po, më gjuajti me shkelm, si jam dukur nuk e di, thjesht kam parë gjak, sepse nuk kam pasur atë
qoftë ndjej, dhimbje, okay, përjetova për një moment, por normale, ndoshta nga paniku, nga frika, s'është se ndjeja shumë dhimbje, thjesht kisha frikë se ç'a po ndodhte, ç'a do ndodhi më pas, sepse gjithmonë kishte një gjë tjetër me atë. Tani po në atë shkollë kur bëri këtë, erdhën të tjerët, bën diçka se Erdhi një njeri, sa vjet më i madh ishte ai, më fal, sa vjet ishte më i madh? Kemi, domethënë, 11 vite diferencë kemi ne. Kemi 17, pasur. 11, po themi ne 28 vjeç ishte. Pra ai hyri atje, të gjuajti me shkel, mu bëre me gjak dhe nuk reagoi asnjëri në shkollë? Askush, të gjithë më kanë parë. Që të gjithë më kanë parë. U bë një histori e madhe, domethënë diskutimi i madh, po askush nuk reagoi. Pse vazhdove e lidhur me të edhe mbas kësaj skene? Nga frika, me thënë të drejtën. Nga frika. Kam pasur frikë se gjithmonë ka kërcënuar, gjithmonë ka thënë që jo do vras babin, jo do vras, domethënë te dy pikat e mia më të dobta. Dhe asnjëherë s'kam dashur që për shkakun tim, familja ime të ketë një shqetësim, edhe pse ato e kishin tashmë, që isha unë shqetësimi që po përjetoja këtë gjë, po që unë gjithmonë përpiqesha ta rregulloj vetë, do e bëj vetë, do ja dal vetë. Po si reaguan prindrit mbas kësaj skene? Që u mor vesh, sepse tash diçka u mor vesh besoj në familje. U mor vesh në familje, nuk kisha të drejtë të dalma, domethënë nga shtëpia. Isha mbyllur në shtëpi, gjithkohës derisa më dhanë pasaj pak atë mundësinë që mund dal pak, por që telefonin e kam pasur gjithmonë, domethënë në kontakt me personin gjithmonë kemi vazhduar, por nuk u bë gjë, ikëm në polici, nuk u bë gjë sepse ishte ai forti i vendit. A ishte pas shkollës, ishte kështu, një çun rrugësh. Po. Kuptoj. Babi nuk e përballi asnjëherë atë çunin. Nuk u përballi kur mes burrash, po them. Ja. Dhe më mirë për mua. Domethënë, për mua tani është edhe atëherë gjithmonë, domethënë, s'kam dashur këtë gjë, sepse do kishte arritur mendoj që do kishte arritur në një fund të keq për njërin palë. Kështu që më vjen mirë sot që s'jam përballur. A ka pasur ekstreme të tjera në historinë tuaj përpos? Shumë nuk di, domethënë nuk di këta nxjerr, këta flas. Ekstremi tjetër. Një ditë vendosëm, domethënë që do iknim në një X vend. Dhe aty në atë shtëpi, po ishin dhe ca shokë të tij. Dhe më tregoi domethënë armën, dhe thanë që se nuk të bësh këto që dua unë me personat, nuk e di se çfarë do ndodhi pse me ty. Do detyrova të plotësoja dëshirat e personave të tjerë, po. Do ti ke bërë ai të detyroi të bëje me çuna të tjerë në praninë e tij. Jo se kam bërë Okej, po oral. Po, oral. Në praninë e tij. Në praninë e tij. A ishte me armë po? Aty ishte armë, domethënë armët kanë qenë gjithmonë prezente në periudhën e lidhjes tonë. Gjithmonë kanë qenë prezente në periudhën e lidhjes tonë. Edhe si shpjegoi ky këtë? Sepse e gjitha kjo, domethënë gjithmonë më ka gjykuar dhe për këtë pjesë, një detaj që harova, domethënë e anashkalova vetë pa vetdije, t'ua them që mami, kam një mami të re, të bukur, dhe gjithmonë Ke ti një mama të bukur? Po, kam një mama të bukur, dhe më thoshte gjithmonë që ti je si mami, ti do bësh, domethënë se mami normale, një gjë e bukur në atë vend të vogël, quhej si wow. Dhe në qoftë se dilje vetëm pa një mashkull në krah, ishte në atë periudhë quheshe për dal. Mami o të kishte thashe theme vetë? Jo, mami im ka qenë domethënë një grua që domethënë ka punuar bashkë me burrin e vet, kanë biznesin e vet, kështu që kanë punuar bashkë, domethënë.
S'ka pasur asnjë thash e themi, thjesht e bukuria. Po ishte e bukur. Edhe po, është akoma e bukur. Është akoma e bukur. Domethënë dhe ky e bëri këtë sepse ti e vajza mos përfundosh, më fal, do e them se tash të rritur janë këtë që ndjekin. Po. Sepse ata mendojnë që një grua e bukur, është dhe ky bëri këtë një lloj dënimi sepse ti e vajzë një do përfundosh si ajo. Sepse niveli pasigurisë është shumë i madh për të pranuar edhe bukurinë. Thjesht më erdhi ndërmend një rast teksa e tha këtë, se si dikush tregonte që unë partneren time nuk e kam marrë shumë të bukur, vetëm sepse nuk dua që të mos më marrin të tjerët. Pra, ky koncepti i bukurisë femërore që u jep një pasiguri kaq të madhe meshkujve se të tjerët mund të ma marrin. Jo, po kjo pjesa e mamas së bukur është shumë tek meshkujt. Domethënë këto e kalojnë në shaka që ka maman e bukur, po është diçka që i friksohen se të rreq vëmendjen e të tjerëve dhe det shumë e lehtë që dikush tjetër ta marr. Po përveç xhelozisë patologjike këtu është edhe një sjellje shumë delinkuente, domethënë sjellje e këtij djali që bën në qytet, i fortë i qytetit, i vendit ku ai jeton, pra mund të bëjë çfarëdo lloj gjëje, nuk merr asnjë mas, askush, domethënë shkon për te xhelozisë. Po çfarë ishte ky momenti? Pra se ai është xheloz që kontrollon të mos shkojë me të tjerë. Pastaj ai ja servir, se kështu po them, ja servir të tjerëve. Dhe ishe çfarë është do jetë perversiteti, çfarë mund të jetë persivit po patjetër dhe pjesa perverse, por mund të jetë edhe me pjesën që ai ka kontroll mbi situatën, pra ai e vendos që të realizojë një nga ato mendimet paranojake që ka nën kontrollin e tij. Por është një e miksuar dhe me çështje të tjera, pra nuk kemi vetëm pjesën e xhelozisë. Se edhe vet ajo pjesa e oral që është si të shërbesh tjetrit, kupton sepse është një moment se femra nuk merr shumë kënaqësi sa merr mashkulli, kështu që ky ka një koncept të femrës që shikon domethënë shumë ulët. Po, do ta denigroj. Kjo ka qenë si të përshtysh në fytyrë. Në të vërtetë është inferior i madh, është një ndjenjë inferioriteti shumë e madhe. Çfarë ndodhi mbas kësaj, Andja? Më fal se ndoshta se ti edhe ke punuar me këtë histori, po për mua ishte pak shokuese. Nuk kurse nuk kam dëgjuar, nuk po bëj ignorantën, por kur e dëgjon realisht kam lexuar shumë. Por kur e dëgjon kështu, çfarë ndodhi pas kësaj me ty? Me mua pas përfundimit dëshirave dhe kënaqësive të personave, thjesht ika në shtëpi dhe vazhdova me veten time, duke qartë, kam arritur edhe në pikë që kam dashur dhe t'ja fundi jetës time. Jo një herë, po 3 herë. Por gjithmonë fati ka dashur që prindrit e mi më kanë parë dhe më kanë ndihmuar. Një herë kam qenë jashtë në rrugë dhe më kanë marrë njerëz të tjerë, më kanë dërguar në spital. Si jashtë, do jeti dile makinës para? Jo, kam pirë barnat, më thënë, një krusht të madh, derisa nuk mbaj mend asgjë, thjesht në momentin kur e kam pirë, duke ecur dhe më gjeta veten pasaj në spital. Por në shtëpi, domethënë kam bërë gjëra tjera, që kam prerë, domethënë, damarat. Kam gjithmonë e gjykoja veten, domethënë, ka qenë gjithmonë kjo pjesë që përse, pse s'pe dal dot, pse po ndodh kjo gjë mua. Gjithmonë kam goditur dhe veten time në këtë periudhë. U transformova si në pamje, si në mendje, si në çdo gjë. Nuk njihja më veten time në pasqyrë, më thënë drejtën. Nuk e di, nuk e shifja dot veten time në pasqyrë në atë periudhë. Po ai ça mbas këtij incidenti, mbas kësaj historisë. Asgjë, vazhdonte normale. Është prap, domethënë sikur nuk ka ndodhur asnjë lloj gjëje. Çdo gjë ishte prap, domethënë, okay, takojmë nesër. Nuk ishte një ndjeshmëri brenda për atë që bëri? Jo, e vetmi moment që ai njeri kishte në ndjeshmëri ishte kur konsumonte lënë të tjera. Ai moment ishte kur ishte pak, domethënë, praktikisht. Çfarë familje ka ky njeri? Nga vinte? Ishte njeri rrugësh, po. Se kemi pyetur të gjithë, jam shumë kurioz ta di. Nga vinte ky? Mamin e kishte vetëm në shtëpi, babi ishte jashtë vendit me një grua tjetër.
Dhe kaq, asgjë tjetër. Merre gjithmonë e kisha në rrugë, domethënë. Nuk bënte asgjë gjë tjetër. Dhe si u shkëpute prej ti? Ajo është momenti më i mirë i jetës time, domethënë pas asaj periudhe. U detyrua, domethënë me qef, nuk e kam të qartë, u largua nga vendi. Dhe aty fillova të bëj, domethënë ato që ai më thoshte të mos i bëj. Pash, domethënë arrita deri në atë pikë ku i thash vetes, do jem o unë do ja dal o personi, një gjë do bëhet, nuk mundem në këtë mënyrë. Dhe fillova duke bërë gjëra që merrte në celular, më thoshte mos dil, unë po ja të kundërtën e asaj që thoshte ai. Derisa në një pikë e pa që më nuk jam ajo e vogla që bindem në gjëra që ai më thot dhe bëri dhe distanca të veten që nuk ishte këtu personalisht që të më kontrollon të 100%, kishte ndikim në rreth, domethënë në njerëz që i kisha gjithandej, po që më nuk pyesja njëri. Normale kisha vendimin e prindërve të mi më vonë, kur ai u largua, sqarova, diskutova dhe i kisha aty. Jo çdo gjë me detaje, po thjesht që unë isha me atë dhe tani kam zduam. Sa vite kanë kaluar nga fundi? Se u bën. Me vitet më ke pak keq Dalina, me të drejtën, po kanë kaluar mbi 7-8 vite. 7 vite. Ka ngacmuar më gjatë kësaj kohë, sa i është jashtë? Po, më ka ngacmuar, më shkruan akoma, më në rrjetet sociale në gjëra, po që nuk merr një përgjigje. Nuk merr një përgjigje me të drejtën. Bllokoj. Po, patjetër. Ti je në lidhje tjetër si ka qenë periudha jam. Jo lirisë me zemrim, ajo pjesa e parë që është ai liria angry, mund të them unë, që po sa pastaj kur u stabilizove që kjo është jeta jote tani, si ka qenë raporti me marrëdhëniet të tjera me meshkuj? Në fillim normale kam pasur atë pasigurinë time, po gjithmonë jam përpjekur të mos ta shfaq me të drejtën. Kam pasur si qëllim me personin që do njihja dhe që do doja të isha bashk, ja bëja me dije që në fillim që kështu ka qenë jeta ime. Nëse do më thënë t'jesh me mua, me këto gjëra që unë kam pasur si bagazh dhe me këto pasiguri e ndjenja që kam përituar, nëse jo, ti jetën të ndonë time. Por deshi zoti që njohë njëri që më ka dhënë vetëm qetësi dhe siguri me të drejtën. Më ka rikthyer përsëri atë besimin te gjinia tjetër, sepse nuk e kisha as pak. Jam sot mami e lumtur, kështu që fantastike. Çdo gjë. Shiko, unë një gjë të përgëzoj realisht, sepse ke treguar një histori që ka momente shumë të rënda dhe ke ruajtur, si thua, një qetësi dhe kjo duket që ke punuar shumë me veten. Jam përpjekur. Sot vërej pasojat, domethënë te prindërimi që unë po bëj në disa momente. Në pasigurin që kam, domethënë ndaj rrethit, domethënë nga që jam mami e një gocë dhe kam atë më kap ndonjëherë si një mangth, një ankth që mund t'ja vë me emrin, nuk e di, po që më shfaqet me të drejtën, nuk jam e qetë sepse kam frikë, kam shumë frikë. Shiko, e diskutuam dhe një herë edhe në historinë tënde, pra edhe ti, edhe dy histori të tjera kanë të njëjtin gjë, domethënë thanë keni një emërues së përbashkët dhe shumë familje të tjera në këtë vend. Që ju nuk, edhe ti the që nuk dua të shqetësoj prindrit, sa isha adoleshente dhe i mbajte gjërat për vete. Po ashtu është edhe një histori tjetër. Dhe unë ja thash edhe asaj, e cila tash ka një djalë, po ta them edhe ty, do ta them gjithmonë. Në momentin që të paktën gjëja më e mirë që mund të bësh ti si nën është ti tregosh vajzës që ajo mund të të thotë çdo gjë dhe nuk do ta gjykosh dhe dëgjosh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që
ti t'jesh mbrojtja e parë. Pra, okay, dhe babai yt u mundua, edhe shkoi në polici dhe tha diçka, por që dëshinjat e para, kur fëmia i rrëfeqi një ofat të çunin, bëri këtë, pra, po krijove këtë lloj marrëdhënie ti, ndoshta ke shpëtuar atë një gjë shumë të madhe që larg qoftë mund t'i ndodh më vonë, ajo frika jote. Të mjafton që ato të rrëfehet ty të jetë sinqert me ty. Pra ti krijosh të lloj besimi që nuk do ta gjykosh, se ne prandaj s'po thonim prindërve, kishim frikë. Domethënë, frika i dashuri, frikë në shtëpi mos t'i thonim gjë, jo se u bubu, na ndërtonin dhe nënat një figurë babai më të frikshme se ç'duhej, me u bubu vjen babi e kështu edhe i përballonin vet. Po përpiqem, ti me hapur, flasim çdo gjë. Sa vjeç është Goca? Është 6, është 6. Jemi të ato, tani ka filluar ato dashuriçkat. Është më pëlqen ky, po që është frikë, ndoshta në të ardhmen të bëj në një seancë me psikologun, do më dima goxha, sepse nuk është se kam bërë ndonjëherë. Nuk kam bërë ndonjëherë. Interesante se si këto histori mbyllen, janë mbyllur kur ai ka ikur jashtë, ose vdes, ose futet në burg. Pra është gjithmonë një vendim. Ose del një mashkull tjetër që e bllokon rrugën. Po. Pra është gjithmonë një vendim i tretë, një të treti ose të dyti, po ose një ndodhje, një ngjarje që vjen rastësisht ose kërkuar, se të hysh në burg do thotë që ti ke bërë diçka. Po që kanë fjalën që vetë vajzat e kanë shumë vështirë dhe jetojnë, është terror i madh, jetosh në frikë. Jetosh në frikë se para është kjo që ndodh që mos të shqetësojmë prindin, pra të mungon mbështetja në një situatë të tillë, do thotë që ti do ta vazhdosh atë që ke nisur. Pastaj është edhe fakti që krijon varësi, pra prirën të rregullojnë atë person. Zakonisht zhvillohet kjo ndjesi brenda nesh, pra truri jon e lidh me faktin që ky person mund të ndryshojë, ajo shpresa që mund të ndryshojë dhe kërkojmë ta rregullojmë. Është një ndjesi femërore pa kjo. Dhe vijon pa mbarim derisa ndodh kjo ngjarje. Andja, a të bëj dhe një pyetje të fundit, se më bëri përshtypje kur ti the mbas ngjarjes që ndodhi tek shkolla, prindrit të mbyllën në shtëpi dhe ti vazhdoje flisje në celular. Kjo më bëri përshtypje. Dhe do doja që se e di që shumë goca po e bëjnë këtë për momentin. Edhe e bëjnë. Se 3-4 vjet kështu ikin 8 vjet, mund ta gjesh vetëm dhe 7 zënë të martuar me këta njerëz. Është merr. Po, dua të di pse rrje në celular në momentin që kishe këtë skenë, çfarë të shtynte, çfarë i thoje vetes? Që tashmë është e gabuar dhe ta dëgjojnë edhe të tjerat. Atë çfarë i thoja vetes? Në atë periudhë, me thënë të drejtën, gjithmonë kjo ka qenë gabimi im që kam gjykuar veten. Domethënë, isha unë, e quaj veten unë fajtore për çdo gjë që po ndodh. Çdo gjë ishte faji ishte tek unë. Një gjë që domethënë se arsyeja për që tregova historinë time, edhe pse nuk është as gjysa e asaj që kam përjetuar. Do t'ju them gjitha vajzave që në qoftë se një herë një mashkull e bën një gjë dhe mund të thuash që hajtë se bëri nga X arsye, të dytën po e përsëritet atë që do bëj gjithmonë. Domethënë është një gjë që do ndodhi gjithmonë. Përderisa një mashkull të përul, të përbuz, qoftë edhe me gjërat më të thjeshta, do ndodhi gjithmonë. Se dhe unë me atë anë kam ecur që sot pak në rregull do bëhet mirë, sepse siç nuk i thash gjitha, vi nga një vend që mashkulli i parë supozoj të ishte edhe buri im. Dhe kjo frym, domethënë me këtë frym jam rritur. Historia jote, një pjesë e historisë, fillimi apo i ngjan të pak me historinë e vajzës së parë dhe ngjan me shumë histori të tjera të vajzave të cilat lidhen me çuna që kanë një lloj, domethënë tendence, po jo kanë, si thua, ky ka pushtetin e rrugës, pra i shitet si me pushtetin e rrugës. Duket pak si akmarrje ndaj gruas kjo gjë. Dhe ka treguar pa.
mama e bukur, poshtërimi që bëri, një tendencë shumë në vëritje, nuk e di, domethënë nuk shikoja as xhelozi, po ka shkuar shumë. Prandaj po them që kjo është e rrezikshme dhe kjo gjë që ndodh të budalliqe të komentet e TikTokut, mënyra se si e shohin çdo lloj femre, domethënë, është kjo se si ushqen këta meshkuj. Pra, disa shpëtojnë ushqen deri këtu, edhe kaq ose avancojnë rriten, mund të jenë 13 vjeçar, rriten, shkojnë jashtë shtetit, hapin syt, po ka të tjerë që nuk shkojnë dhe duke i shtuar dhe gjëra të tjera, për shembull si këta që janë meshkuj rrugësh të paaft, të pashkolluar, të pasigur mund të jenë të shkolluar, po me trauma që kanë nga familjet e tyre, tash këto gjëra dhe ambienti ku jeton që është ky vendi, sepse dhe ajo në një tokë shqiptare dhe atje ka fanatizëm goxha. A ku do dhe ambienti që ushqen këtë gjë dhe meshkujt e tjerë që e miratojnë. A kupton tash ajo skena sa e tmerrshme ishte? Dhe ata meshkujt e tjerë që minimumi se ja dhe edhe këto kodet e ndereve që flasin këto jo shokut mos ashtu urdhro se ç'a bëhet. Se ç'a lloj kafshërie shkon. Dhe kjo është e gjitha një urrëti se më kujtoi libri Burra që urrejnë gratë. Dhe tamam kjo është një kult i burrave që urrejnë gratë në këtë lloj forme. Dhe kjo e mamasë së bukur është diçka që është e shprehje. Edhe çuni mamit bukur. Është shprehje shqiptare. Ka shkruar një libër Ornella Vorpsi. Ornella Vorpsi është një autore shqiptare që jeton në Paris dhe ka shkruar për faktin që e urreni maman e vet në komunizëm, që ishte e bukur, e urreni me shpirt, nuk e di ças edhe tregon në libra që ças nuk thonin për maman e saj të bukur. Kanë psikoza, mendoj unë, të këtyre meshkujve në shoqëri provinciale dhe filmi Monica Bellucci që e tregon shumë bukur këtë pjesë. Malena në të bukurës. Ante unë falenderoj shumë dhe realisht falenderoj shumë që ndave këtë histori. Vërtet jam shumë injose që ndave se është histori e rëndë për t'u treguar dhe më the që nuk është as gjysma, po shpresoj që ti të kesh punuar me këtë gjë dhe të punosh gjithmonë më shumë që kjo gjëja gjysma apo e plota të jetë një ti përkas të shkuarës. Shumë faleminderit dhe uroj shumë që goca apo që dhe gra që janë në këtë periudhë, domethënë në këtë situatë siç kam qenë unë dikur, të marrin atë guximin edhe atë vullnetin për të bërë një gjë për veten. Falenderoj shumë, faleminderit. Faleminderit. Ç'a histori e kjo. Është kur mendon pastaj që të historitë ajo mënyra si e tha me qetësi, po imagjino se ç'a mund të ketë kaluar. Dhe kur tha që ajo që dëgjova, që u traumatizova unë, traumatizova, se thash nuk është histori pa dëgjuar, po madje këto janë histori në fantazi seksuale, nuk janë, me thënë, kjo imagjino që çfarë mund të ketë kaluar ajo ke përjetuar me atë lloj kafsh. Trauma jo të lehta. Është ofendim ti thuash. Po, trauma.